A është LDK-ja ajo e cila do t'ja bëj votat, sikur herën e kaluar? Tash ta them të drejtën, në kushtet e zakonshme, partia fituese duhet të fillojë me radhë të bëj ofertat, duke filluar nga partia e dytë, që tash këtë rast është Partia Demokratike e Kosovës, që ka 20%, dhe ka numër më të madh të deputetëve dhe krijon një komoditet për zgjedhjen e presidentit dhe për të pasur me pas institucione më stabile. Në këtë rast edhe LDK-ja me minoritete arrihet, domethënë të sigurohet ky komoditet, dhe kishte me qenë opsioni i dytë që me siguri qeveria e ka në kokë në qoftë se ka vullnet. Tash më kthy direkt në pyetjen a është LDK-ja ajo që do të vendos, LDK-ja është në një pozitë shumë të vështirë. LDK-ja ka pësu një humbje, do të thonë dikun 60.000 vota, nëse e përkthejmë në përqindje dikun 5-6% ka pësu humbje, dhe kjo nuk është lehtë që të ka përdije, do thotë kjo krijon pak probleme, trauma në parti dhe krijon një situatë pa lakushme dhe ku kërkohet të reflektohet. LDK-ja është tash në këtë situatë, kemi dëgjuar kryetarin aktual Lumir Abdigjiku, i cili ka thënë do të reflektojmë, do ta thras kuvendin dhe në kuvend do të merret vendim nëse ai do të mbetet kryetar apo do të zëvendësohet nga dikush tjetër. Kështu që mendoj që në këtë moment LDK-ja është duke menduar për zgjidhjen e problemet ose çështjeve të brendshme për të kaluar pastaj në ato nivelet shtetërore ose të Republikës. Që do më thonë i ka më pak se 3 muaj kohë për të marrë vendime se çfarë do të bëjë LDK. 3 muaj, janë vetëm 2 muaj. 2 muaj. Edhe ato 2 muaj jo të plota, sepse ne me datën 4 mars përsëris ne duhet ta kemi një president të zgjedhur. Sepse thot kushtetuta shumë mirë që presidenti duhet të zgjidhet 1 muaj para se t'i kalojë mandati presidentit aktual. Presidenti aktual i kalon mandatin me 4 prill, kështu që ne do të kemi një president me 4 mars. Nëse nuk kemi me 4 mars një president, shteti shkon prapë, Republika shkon prapë në zgjedhje. Kështu që këto të shtot ashtu procesi i krijimit të kuvendit, procesi i krijimit të qeverisë që merr kohën e vet, dhe pastaj duhet me njëherë pa humbur kohë të zgjedhet edhe presidenti. Nëse këto nuk arrihen, brenda 2 muajve ne në mars do të shkojmë prapë në zgjedhje.